2 javë më parë banesa 2-4 në të cilën jetojnë 2 familje në fshatin Shkallë të Xiprit në bashkinë Klos u shkrumbua nga zjarri. Për pak minuta çdo gjë u bë shkrumb, edhe pse ndërhyi shërbimi zjarfikës. Njëri nga kryefamiljarët e dëmtuar Behar Musta thotë se prej 2 javësh po përballojnë temperaturat e ftohta të janarit, ndërsa ende nuk është bërë rikonstruksioni i banesës. Behari thotë se 11 anëtarët e të 2 familjeve aktualisht janë strehuar tek një kushëri i tyre, ndërsa janë në pritje të rikonstruksionit. Deri tani janë dhënë donacione nga njerëz të ndryshëm. Po ashtu Behari thotë se ka marrë premtime edhe nga institucionet për ta ndihmuar, ndërsa është në pritje. Gjendja duket, nuk duket. Pa kuptoj, ka rreth se 2 javë e ma tepër që jetojmë me këto kushte. Vllafët e mirë na kanë thënë gjithë, na kanë pru, si më thonë, na kanë zemër, na kanë dhënë. Po gjë praktike akoma nuk shohim që të rregullohet shtëpia, futmi mrena. Fati që na ka strehu një kushëri joni për momentin, e jemi fshat atje. Por dhe shtëpia vetëm nuk lihet si fshat, ka punë të veta. Pa kuptoj, shtëpia ka qenë re, sa e mobiluar çdo gjë. Muni e djersa 30 vjeçet, kështu kishte qenë shkruajt. Pa kuptoj, mos më hani ndërrek i ndark me familjen. Me përfundu me këtë gjendje që jam edhe akoma. Po ata kanë ardhur, na janë shpreh që do të ndihmojmë në gjitha aspektet, por gjë konkrete akoma nuk po shoh, që po vinë ndëtej. Po kemi marrë sa ndihmë nga bashkia, gjëna ushqimore, beshmathe, na kanë dhënë. Po ne duam mbështetje më shumë financiare për të rregulluar çatin, se qelloi dhe edhe shumë keq, janar shkurt, zemra e dimrit është. To shko minus 10 gradë, 8 gradë. Nuk e që bo. Njerëz të ndryshëm na kanë ndihmuar nga anë financiare, se kanë pas mundësi. Jo dim shumë për familjet. Qa kishe mund e djersën e hodha këtu. Nuk kam se me pas për shembull një bazë që ta ndihmoj. Normalisht që u do ta marr borxhe, do ta mbështet diku në vend që shtëpinë do ta bëjmë, se jeta vazhdo. Pa kuptoj. Jeta vazhdo. Më shumë duam mbështetje financiare që shtëpia të rregullohet, të shkojnë në gjendje më pashme dhe diku. Që të futmi mos jemi fshitë, në dimrit, në ftoftit, në bord, sigur sot. Mbrëmjen e 6 janarit banesa e familjes Musta u përfshi nga flakët të cilat u përhapën me shpejtësi. Për fat të mirë nuk pati dëme në njerëz, por vetëm materiale. Ndërkohë edhe pse kanë kaluar 2 javë, familjarët ende nuk kanë ndjenjë për shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa janë në pritje të raportit të ekspertizës.